Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Shigjetari. Do bëjmë një mesazh për ju. Dhe këtu është i mbijetuari me numrin 11. Është një nderim për ata që kanë dëruar më shumë se ç'duket. Kanë qëndruar në këmbë dhe kur gjithçka i shtynte për tokë dhe prap eci përpara. Kjo letër flet për ty si një shpirt që ka kaluar shumë, ndoshta më shumë se sa të tjerë që din. Ndoshta ke pasur plagë që nuk duken, lodhje që nuk e ke treguar dhe betejë që i ke përballuar vetëm. Si bima e blerimit, Ivi këtu. Kjo bim këtu. Që përdridhet rreth shkëmbimeve, e mureve, edhe ti ke gjetur mënyrën të mbjetosh, të dashur shigjetar, të përshtatesh dhe prap të ngrihesh. Por, ky mesazh nuk vjen vetëm për këtë, për të treguar. Është akoma ajo mbijetesa, kur në të vërtet ke ardhur për të jetuar? Tani që je ende në këmbë, ndoshta është kohë të ndalosh së mbjetuar dhe të fillosh të kërkosh gëzimin, jo vetëm mbrojtjen, sepse edhe mbjetuara meriton dashuri, paqe dhe lehtësi, jo vetëm prova. Kjo letër të fton të nderosh veten për gjithçka që ke kaluar, por edhe të lejosh një jetë të re, të lulëzoj, një jetë ku nuk je vetëm në mbrojtje, por në rritje. Je i fortë sepse ende këtu. Kjo tregon forcën e mbijetesës tënde. Por tani nuk duhet të mjaftohesh më vetëm me mbjetesë. Është koha për të jetuar, për të ndriçuar dhe për të kërkuar më shumë nga jeta vetja jote, sepse tani e di, e ke kuptuar që vërtet e meriton, të dashur shigjetar. Jo më mbjetesë, por vërtet jetesë.